Biri i hyjt, Jezu Krishti, është bërë njeri, ka hyrë në historinë tonë dhe ndan me ne brishtësinë e jetës njerëzore. Drita që buron nga Betlehemi në këtë natë, por edhe në netët e mbar historisë së njerëzimit, nuk është një dritë e fortë që imponohet me vetën, por një dritë e butë që ndriçon rrugën e njeriut, të çdo njeriu. Ajo përshkon shekujt dhe arrin sonte tek ne këtu, për të na prekur, duke na dëftuar se Zoti nuk qëndron larg historisë, por futet në të, duke u bërë, siç thot Shkrimi i Shenjtë, Emanuel, Zoti me ne. Dhe nga kjo natë e në këtë dritë, neve ecim me gëzim dhe shpresë përballë çdo zhgënjimi njerëzor, sikur se kemi shtektuar në këtë vit jubilar të shpresës, sepse për ne ka lindur shpëtimtari. Ai, Jezusi, mbetet për ne gjithmonë, Zoti ynë, por dhe vllau jon. Leximet e kësaj nate që sapo kemi dëgjuar na ndihmojnë të kuptojmë se Krishtlindja nuk është thjesht kremtimi i një përkujtimi, i një ngjarje të kaluar, por shfaqja e vazhdueshme e hirit të hyjt, siç dëgjuam në leximin e dytë. Ky hir i Zotit që bëhet i pranishëm në jetën tonë, konkretisht bëhet i pranishëm si një balsam në plagët dhe pritshmëritë e zemrës njerëzore. Pra të kthehemi tek thjeshtësia, kur ishim njerëz të varfër, por plot gëzim, ku nuk kishim shumë instrumente teknologjike, po kishim aftësinë e krijimtarisë për të luajtur, për të komunikuar, për të parë njëri tjetrin në sy, siç kemi parë fëmijët tanë si engjëj këtë mbrëmje. Ta rekuperojmë aftësinë e shikimit drejt për drejt. Sot, veçanërisht brezat e ri, të ngujuar pas ekraneve dhe rrjeteve sociale, fatkeqësisht kanë humbur aftësinë e vështrimit në sy. Ky ultim nuk është një ultim i gjatë, por është një ultim i thellë. Nga zemra e mbyllur tek zemra që pranon. Nga frika, mos keni frikë, thonte Ungjilli, tek besimi. Nga dorëzimi, se këtu si dilet, e atëherë të hikim tek shpresa. Përballë fëmijës së Betlehemit, fjala e Krishtlindjes ju drejtohet atëherë të gjithëve, asnjë përjashtuar. Duke filluar nga trit shqiptar, që të mos humbasin shpresën, por jo vetëm, por mos të humbasin para së gjithash vendin e tyre, si kaq lehtë fatkeqësisht e humbin. Ju drejtohet familjeve që të ruajnë dhe të përcjellin jetën, sepse dimri i madh demografik që po sundon në popullin e kombin ton do të ketë pasoja dramatike shpejt. Ju drejtohet atyre që kanë përgjegjësi publike, sepse janë të thirrur ta ushtrojnë pushtetin si shërbim. Ju drejtohet të moshuarve dhe të smurve, që të dinë që para syve të Zotit janë të çmuar dhe vlejnë shumë. Ju drejtohet atyre që janë të lënduar në shpirt nata e Krishtlindjes, sepse mos të ndjen të harruar pasi Jezusi vjen për ta, sepse sot lindi një shpëtimtar për të gjithë. Me Zotin, jo vetëm jeta individuale apo familjare, por edhe ajo shoqërore dhe politike gjen kuptimin e saj të vërtet duke u vënë në shërbim të njeriut dhe të së mirës së përbashkët. Dhe kështu do të bëjmë në mënyrë që Shqipëria të jetë për të gjithë e të kthehet më në fund shtëpia e vërtet për t'u banuar, jo më sikurse po ndodh prej 35 vitesh, vendi dhe porti i nisjes për t'u larguar. Vëllezër dhe motra, në këtë natë të shenjtë, le ta pranojmë në jetën tonë Jezu Krishtin. Le të rrim zgjuar si barit që paqja e hyjt të banojë më në fund dhe të gëzojë zemrat tona.
ti mbushi plot harie dhe bekim familjet tona, e kështu qoftë kjo Krishtlindje në mbështrimin e ëmbël të nënës së Këshillit Mirë, martirëve tanë të lumë që ndërmjetësojnë për ne dritë, gëzim dhe shpresë për mbar popullin dhe vendin tonë. Amen.